ajo që ti ndin zemrën tënde, ajo është esenca. Ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja Rasulullah, ndoshta kjo e thjeshtëson shumë. I ka thonë po të dëgjoj ty edhe Muadhin se si po luteni, po lakmoj shumë, sikur të kisha ditë me u lutë edhe unë sikur ju. Apo mëson të lutem sikur ju. Bëj lutjet, shqiponi ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, po ti a lutesh? Po gjithsesi thotë edhe unë lutem, por ato lutjet e mia janë thjeshta, janë të nivelit tim, e unë po kam qef me bë diçka më tepër. Thotë kur lutesh, çka lyp prej Zotit. Thotë prej Zotit kërkoj xhenetin edhe kërkoj të më mbrojë nga xhehenemi. Thotë njëjtën gjë edhe unë edhe Muadhi e kërkojmë. Rreth kësaj sillemi, por është sikur me i thonë, vetëm ne e qindisim me fjalët tona që në rastin tënd pak kanë rëndësi për shkak se ajo që ti ndin zemrën tënde, ajo është esenca. Edhe ajo është kryesorja. Pra, kur themi me Zotin do të me u lidh me përzemërsi, për arsye se Allahu është i bukur e don të bukuran, është i pastërt e don të pastërta. Është një dhe i vetmi e don vetëm të sinqertën. Pra, në këtë rast, nuk pranon Zoti vepra lidhet me zemrën. Gjithsesi, po duhet të them se Zoti nuk pranon ortakri. Ajo që më tepërmi e hidhron Allahun fuqiplot. Për atë arsye është mëkati më i madh, shirku, idhujtaria. Allahu nuk pranon ortakri për arsye se është krijuesi. Me të gjitha atributet e tij dallon, me të gjitha pa përjashtim.